Përshëndetje të gjithëve, sot kena me bëj video të çuditshme. Siç e keni pa nga titulli ka lidhje me PlayStation. Do thonë ju, mas gjithë këtyre viteve më në fund Sony vendosi me ble PlayStation 5. Jo, nuk është ajo. PlayStation 5 sa mu të mduhet vetëm kur dal GTA 6, që i bie mas një viti, akoma nuk është se më hyn punë. S'unë lëra luajn kompjuter. Ama ky është problemi. Unë rri shumë ul karrike në kompjuter. Kështu që desha më i dhënë një arsye vetes për mu largu paga setupi nga kompjuteri, që më ardh më net pak me të shtëpisë tu te dhoma tjetër. Ka filluar të njoh njerëz mirë që kanë për zotin. Kështu që blevaj televizor 4K mini QLED 144 Hz edhe televizorin e mora gaming. Kështu që tash mu desh diçka që me lujtën ta. PlayStation 5 nuk ja vlen. Një lojë PlayStation 5 bën 80 euro valla. Kështu që është më shumë harxhim lekësh se sa gjë për çef. Kështu që gjëja logjike është për shku me PlayStation 4. Dhe atë bona, shkova mora PlayStation 4. Se di pse po dalën për shi për një budallik tillë, seriozisht. Po tash i vjen si budallik. Po ma çull rasti pell. Disa një të më duke për nejtë. Sa për mora, të një njësë me përshpi. Nga përshi si budal. Se s'pata tru i herë më përve të herë. Ka bëna atë video që pa të spari, ja ka flas si breshër, ka të për shumë. Ka fillu i shi i balë në këtë vitë shne. Po që i bëna vetë, shumë, budalë ty. Okej, sa për erdha në shtëpi bëna një dush tjerë si isha bën le mos e pyet, si kuli lagme. Por që do thoni hajde son se mor PlayStation një nga vlet tash. Tu mund shimin e capamit të pastru. Tani që hapa hy në një pastrimi. Por që më ka dali problem. Ai personi që e pati më sa duket ja pas bo update-in e fundit PlayStation-it, a kjo do të thotë që nuk bëhet jailbreak. Gjë që më dhin gjitha planet mu. Por ju që nuk e dini ç'është jailbreak, jailbreak më jep mundësinë që të shkarkoj çado loje do unë falas. Pa asnjë lek, nuk ka gjë asnjë cent. Më teket mu me pas GTA-n, e shkarkoj e luj. Më teket me luj Spider-Manin, e shkarkoj e luj. Ka që thjesht, asnjë lloj komplikimi, jo do të me ble lojan, jo abonime PlayStation Plusi, jo asnjë gjë, vetëm shkarkoj luje. Kaq. Problemi është se unë mora PlayStation pa bën kërkime një herë. Edhe kuptova që nëse PlayStation 4 si është bë update-i i fundit, nuk mund ta bësh jailbreak. Kështu që më hiku edhe koha edhe lekët kot. Do thonë ju për çfarë po e bë këtë video prason. Nuk e kam lënë me kaq, jo. Ka shumë më shumë, ngjani. Vetëm sa vjen e bëhet më keq. Edhe unë si zgjut që jam, mendova me që PlayStation 4 s'bën, po shkoj të marr tresh pra. Kështu që dik ndër PlayStation 4 me treshin. E di që në këto momente shumë për ju shin të më thonë ti budall, s'ka mundësi që është ky idiot kështu. Por që PlayStation 4 nuk më hyn punë vëlla. Për lojët e fundit të gaming seriozisht kam kompjuterin. Kështu që sapo fola me dikop për mik me marr treshin edhe shkojmë. E di që në këto momente jeni të thonë, o, kjo arrot. Ama arsye pse bona ndrim është me PlayStation 3 ka lojra që më pëlqejnë mu goxha, si Bluri për shembull që nuk është PlayStation 4, edhe PlayStation 3 është shumë i lehtë për të bërë jailbreak. Shifeni vet. Okej, neza me përvu. Tipi se pas sa bërë reset pas lën akauntin e vet ta. Ama diçka që më bëni përshtypje, pse kam më shumë lag PlayStation 4 se 3-shi edhe. 3-shi as një pik lag o shok. Gjëja e parë që me bë jailbreak është që me sharku multiman. Gjitha versionet i suportohen ka kjo, edhe do sharkojmë këtë base. Për këtë punë na duhet kjo USB-ja, e zgjedhim USB-n, ta bëjmë format një herë këtë se nuk na duhen gjonat e këtij. Edhe marrim formati, do sharku edhe kjo gjoja, përse mos ta me virus na fshihet kanali. Edhe kjo webman na duhet, edhe gati besoj. Tani vendosim USB-n PlayStation. PlayStation po e njeh USB-n, është çdo gjë në rregull deri tash. Tani shkojmë te sistem update, update via storage media. Edhe ja ku e gjeti update-in, shkojmë me OK, edhe presim të mbaroj kjo, u marrë shpejt lej. Me sa duket pas ka etapa të tjera që duhen bën nga PlayStation-i. Ue, se jam të bëhu në re. Se jam ka bëj re. Opa. E hongra. Besoj se do instalu gjonat e fundit edhe bëhet gati. Rregull. Edhe ja ku janë të dyja këtu. Okej, vendosa shkarkoj lojrat, kështu që ja nisa me këta 5-ën. Edhe me Call of Duty Black Ops 2-shin. Mrapa besoj të shkarkoj Night Tycoon, edhe PES 2013-ën, sa është lojë legjendare. Për momenti po shkarkoj GTA-ja, kur të mbarojnë, ja u tregoj. Okej, edhe të heni PlayStation 3-shit hym. Tu mund shihni që jena Blurin, edhe GTA 5-ën, Call of Duty Black Ops 2-shin e preferumja ime, Tekken 6-ën, edhe Catch, SmackDown, Raw 2011-ën.
Kam shakuar 2011 se këtë kam qef, se mund shakosh deri në 2017. Problemi PlayStation 3-shin është se lojat nuk jap dot as 1080p, por 720p 60 Hz. Që të themi drejtën për standard të 2025 është shumë varilisht, po bluri është blur, pa rëndësi. E do thonë një fundi lumtur, PlayStation 3-shin e ke, e hakove, lojrat i ke. Po ku bira hat unë valla. Pas 2 ditësh nxjerr njëri në Facebook Marketplace që pushet PlayStation 4 Pro me version të vjetër, të cili mund ta bëj jailbreak. Ore nuk i keni iden, aq shpejt kam shku me mor, sa as vetë se kuptova se arrita të shtëpia burrit huaj. Dhe si përfundim ku është, që t'ja tregoj njerë që loja shkan ta. Siç mund ta shihni, PlayStation për momentin nuk është jailbreak, po të ty lidho me internet, shkojmë me hakimin. Opa, e hungry. Ja ku nxjerrë këtu done, tani mund ta heqim. Siç mund ta shihni tash vend PlayStation Plus e del kjo Gold Hand, e cila kam menu me 100 gjona. Ja lojrat që kam shakume, A Way Out, F66, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Jump Force, Taken 7, Cyberpunk, GTA, Dragon Ball Kakarot, Call of Duty Black Ops 3. Unë me shaku edhe më të ri, po 3-shin pëlqet më shumë. Edhe Witcher 3-shin ka. Këto ishin vetëm të lojrat që desha dhe që më hyshin punë. Ja si shembull shumë hapim Red Dead Redemption 2-shin. Vetëm shifeni. Është një super lojë, pse unë kanalin tim kur sa kam luajt. Po në privat për qefin tim ja kam nisi lojë. It's Real Madrid versus Barcelona. Real Barcelona, ro! This is brilliant pitch. The The atmosphere FIFA was needs to electric. adjust, And let's say millions to of adjust. people Yeah, tuning in bah, from bah, around the bah, world. bah, bah. I genuinely cannot wait for this. Let's hope that it's Well, the ball is rolling in the Welcome to you, final Vinny. of Europe's Premier Club competition. Here's something for drama, goals, and maybe a touch of magic. Për një natë me shok, të lut FIFA të knaqe shok. Ti është tupina i gjatë ftohtë, të lut FIFA me shok tu. Po. Të thonë ju tash i fundi lumtur, PlayStation 4-ën e more si që patë planin origjinal, ama e kam akoma edhe 3-shin. Me 3-shin jailbreak e me 4-ën jailbreak, të dy i kam. Kur të më teket me lyp blur, hap të. Kur të më teket me lyp dalej tjetër, hap të. Por që nuk është se ka kuptim fare çka kam bo. Mora 4, ndrova me 3. Hakova 3-shin, shkova mora 4-ën. Hakova 4-ën, majta 3-shin. Po, nejse. Faleminderit që keni pa këtë video çuditshme deri në fund. Nëse ju ka pëlqyer mos harroni të bëni like dhe subscribe edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.